Kjo është dëshmia e vetme që këtu policia u desh të kryejë goxha punë. Ata u angazhuan në rrugën Ahmet Krasniqi në kryeqytet teksa u raportua për të shtëna me armë mëngjesin e hershëm të së enjtës. Disa persona e nisën belan duke përfunduar edhe me plag. Klani mëson se konflikti mes 4 personave nisi në një klub nate në orët e hershme të mëngjesit, por me të dalë nga dera, ata pikërisht në rrugën Ahmet Krasniqi nisën konfliktin për motive që ende nuk dihen e aty u shkrep edhe arma. 2 persona mbeten të plagosur teksa kryesi i veprës u arratis menjëherë pasi shkrepi armën drejt tyre. Në rast, ngarohej të rëndit u intervistua dhe një tjetër i përfshirë me qënë se dyshohet se manipuloi prova duke fshehur një pistolet që brenda kishte 6 fishek. Policia po merret me rastin ende duke hetuar teksa në lokacionin ku ndodhi plagosja u gjetën 26 gëzhoja. Të 2 personat e plagosur janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe gjendjen e kanë të rëndë. Njëri është dërguar menjëherë në sallën operative të emergjencës, ku po punojnë ekipet kujdestare mjekësore. Gjendja e tij është e rëndë dhe jo stabile, ndërsa i plagosuri i dytë ndodhet ende në qendrën emergjente, duke u mbajtur në nënveshgëm. Gjendja e tij është gjithashtu e rëndë. Ndërkohë, ende s'dihet motivi që çoi në konfliktin e armatosur.